Banorët e fshatit Sema në bashkinë Fier në një bashkëbisedim me gazetarin e televizionit Apollon kanë shprehur shqetësimet e tyre për kushtet e jetesës dhe vështirësitë me të cilat përballen çdo ditë. Ata u ndalën veçanërisht tek problemet në sektorin e bujqësisë, nga i cili siguron të ardhurat dhe mbijetesën e familjeve. Sipas banorëve, rritja e çmimeve të plerave kimik dhe inputet bujqësore, mos funksionimi i sistemit të ujitjes së tokave bujqësore, mungesa e tregut për shitjen e produkteve dhe kostot e larta të prodhimit e kanë bërë gjithnjë më të vështirë punën në bujqësi. Për pasojë shumë të rinj nuk e shohin më bujqësinë si një mundësi për të siguruar jetesën e kanë zgjedhur të largohen, duke lënë barën e punës kryesisht mbi të moshuarit. Kushtet për ju, si janë këtu në Sema? Tani, varet nga furnizimi që bëhet. E ne prodhojmë edhe vetë, nuk është puna. Qa kushtet, të hapim të posa. Janë edhe në bujqësi, janë çmimet Bujqësia? ata të plerëve. Të shqyën të ndara. Prodhimin a keni pashë. Për të shqitur shitet lirë. Ai prodhim që shumë si janë vlerë me fjallë. Ti e prodhon të s'ka këshëm. Ajo është, tëra t'i ke lartë, tëra, punimet t'i dhe janë lartë. Ja shumë lartë, jo lartë, shumë. E që rindo? Nuk i mbulon. Jo, del zero me. Zero. Nuk ja vlen sepse janë çmimet, lata duke filluar që nga punimet me radhë, pastaj edhe fara, edhe nafta është e lartë. Ma ditje njerë, të toka njerë janë zero. Pas kemi ujë, thoni. Ne ujë për tarë, po nuk ka kanale njerë. Po ti shikosh. Kanale që pati që ka dhe me hoqë, ato shkatruan, nuk ka vendor njëri të ndrejkin. Ndrejkin ata 1 kilometr aty lajme s'ka ato se dhe më për me dorë, para. A di? Edhe të tjera që dvejt e toka ujtë që zhvine mërë para, zero. Misri thashë, vjen qoka dheri quaj edhe shko që Ja, po ti shikosh. shkërrumë që sot. Na e që Sistemi ujtjes funksionon? jo, Sistemi ujtë funksionon që ndaj, po nuk shkon atje në disezon, ku duhet. Po ndoshta Dere në kanal Kullus, problemi është me kanalet e treta që i keni ju në përgjithësi. kanalet vaditëse të tokave. A i dere në Kullus shkon prap det. Shumë pak vjen që ande, ja. Herë presion e mbajnë për kontinuitet. Kur t'i shkrepet, nuk ka rregull për vaditësi. Atëherë jeta për ju është më e vështirë, Ka për bujqësinë, njerë këtu, po nuk shkoj ujtë në vend, s'do gjetharet. në përgjithësi jeta këtu në Sema është më e vështirë Shumë apo e vështirë. Nuk ka ardhur në një riparim këtu, të ne. Në pikën më të fundit, ujtë, zero. Bujqësia këtu në dëmër para. kanale që vishën me emigracioni ka reduktuar numrin e popullatës këtu? lejtra që të moshuar. As gjysmën. Shikosh, vetëm Semani këtu mund të jetë 60 shtëpi, vetëm Semani mund të jetë bosh, pa njerëz brenda. Banorët e moshës së tretë reaguan dhe ndaj projektit të qeverisë për rishikimin e ndarjes administrativo-territoriale. Sipas tyre do të ishte më e dobishme rritja e numrit të njësive administrative për t'i ofruar shërbimet më pranë qytetarëve, si dhe që taksat e paguara prej tyre të riktheheshin në investime për zonën ku jetojnë. Sipas tyre, projekti i prezantuar nuk i adreson këto shqetësime pasi në vend të afrimit të shërbimeve me komunitetin, parashikon reduktimin e mëtejshëm të numrit të bashkive. Për këtë arsye, ata kërkojnë që reforma të rishikohet përmes një procesi të gjerë konsultimi me qytetarët dhe grupet e interesit.